Së dyti, jam këtu për të denuar me forcën më të madhe aktin në të papërgjegjshëm, dëshmin flagrante të kontrollit të plot të drejtësisë nga Edi Rama, nxjerrjen nga arrest shtëpie të Mirlinda Karçanajt, dje nga ish-ministri i Partisë Socialiste Ilir Panda. E kam theksoj se Mirlinda Karçanaj është balluku bis dhe shkur ballukut. Dhe Edi Rama pasi mbylli çështjen balluku duke përdorur 83 votat e krimit, ja doli nëpërmjet Ilir Pandës, ish-ministri socialist, të nxjerr nga arresti shtëpiak një eksponent kryesor të grupit të strukturuar kriminal, të vlerësuar nga Prokuroria Speciale, grupi strukturuar kriminal, vetëm e vetëm sa ajo në çdo hap, në çdo veprim,